Përshëndetje për gjithë, i nderuar Mufti i Kosovës, i nderuar profesor Peti, nderuar udhëhes dhe drejtues Bashkisë Islame, nderuar pedagog, të nderuar pranishëm. Sot jemi mbledhur në këtë akademi solemne për të shënuar një përvjetor të veçantë, që për nga kuptimi i tij shpirtëror, kulturor dhe shkencor të kalon kufit e një ngjarje kalendarike, 40 vjetorin e botimit për kthimit të plotë të Kuranit në gjuhën shqipe. Shënimi për vjetorëve të vepra të mëdha nuk është vetëm një rikthim në histori. Ajo është një akt i vetëdijshëm kulturor dhe shkencor, që na fton të reflektojmë mbi rrugtimin e dijes dhe të besimit, mbi zhvillimin që kanë pasur dhe mbi vlerat që mbeten të qëndrueshme në kohë. Për vjetorët, na kujtojnë se veprat e mëdha nuk i përkasin vetëm një vrezi apo një epoke, por janë pasuri e gjallë, e kujtesës dhe e frymëzimit që ushqen brezat e tanishëm dhe të ardhur. Në këtë frym nderimi e reflektimi, sot kujtojmë dhe vlerësojmë një ndër arritjet më të rëndësishme të vendimit islam dhe të kulturës kombëtare shqiptare, botimin e plotë të përkthimit Kuranit në gjuhën shqipe, të realizuar në Prishtinë, këtu e 40 vjet më parë, nga Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës, dhe përkthyer me përkushtim dije të thellë dhe ndjeshmëri gjuhësore nga profesori i nderuar Feti Mehdiu. Ky botim hapi rrugën e një epoke të re të komunikimit ndërmjet besimit dhe gjuhës, duke bërë fjalën e Zotit kuptueshme për çdo shqiptar që dëshiron të lexojë dhe të përjetojë Kuranin në gjuhën anëtare. Kurani si libër themelor i besimit dhe i fesë islame përfaqëson fjalën e shpallur të Zotit dhe burimin parsor të udhëzimit shpirtëror, moral dhe ligjor, për më shumë se 1 miliard besimtarë në mbar botën. Ai është një themel mbi të cilën është ngritur doktrina islame, sistemi i vlerave dhe etika që udhëheq jetën e individit dhe të shoqërisë muslimane. Por Kurani përtej dimensionit të tij fetar, ka ushtruar një ndikim të thellë në zhvillimin e kulturës dhe qytetërimit botëror. Ai ka nxitur lindjen e shkencave islame, përparimin e mendimit filozofik, zhvillimin e letërsisë, artit dhe gjuhës, si dhe ka dhënë kontribut të çmuar në arsim, drejtësi dhe dije. Prandaj Kurani nuk është vetëm libër besimi, por edhe një burim frymëzimi universal që ka formsuar horizonte të reja të kulturës njerëzore dhe të bashkëjetesës shpirtërore ndërmjet popujve qytetërimeve. Ky ndikim i gjithanshëm i Kuranit në historinë e dijes dhe të qytetërimit ka bërë që ai të përkthehet ndër shekuj në rreth 100 gjuhë të botës, për të bërë i kuptueshëm për njerëz të kombeve kultura të ndryshme. Ndër këto gjuhë, tash 4 dekada më parë, Kurani u përkthye e u botua i plot edhe në gjuhën shqipe. Ky përkthim historik dëshmon jo vetëm pasurinë, shpresën dhe forcën shpirtërore të gjuhës shqipe, por edhe pjekurinë profesionale dhe përgjegjësinë institucionale të studiuesve dhe institucioneve islame shqiptare. Ai është dëshmi se në hapësirat tona kulturore, feja dhe gjuha kanë ecur bashkë, duke i vënë shërbim të njëra tjetrës, dijen, urtësinë dhe përhapjen e vlerave universale të paqes, drejtësisë dhe mëshirës që përçon vetë Islami. Megjithëse prania e Kuranit e shqiptarët është e hershme, sa dhe Islamit, sidomos dhe interesimi, përkushtimi, kontributi i shqiptarëve ndaj dhe për Kuranin janë të hershme të dukshme. Nga radhët e popullit tonë kanë dalë shumë njohës, komentues, hafiz e lexues spikator të Kuranit, dhe në anën tjetër ata kanë jetuar e vepruar sipas porosive të Kuranit. Ndër shqiptarët përpjekjet dhe iniciativat e para për përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe i gjejmë që në kohën e rilindjes kombëtare. Punën më serioze në këtë drejtim e ndërmori Idomit Koçavzezi në Klueshtit Romonis, i cili botoi 6 suret e para të Kuranit përkthyer në shqip. Në këtë periudhë, ndër nisëmtarët për përkthimin e Kuranit gjejmë edhe personalitete shura të islamologjisë dhe të adetarizmit, si Haxhi Vebit Dibra, Hafiz Ali Korça dhe posaçërisht Hafiz Ibrahim Dalliu, të cilët ishin njohës të mirë të shkencave islame,
në përgjithësi për të vazhduar këtë përpjekje në vitet e 60 dhe profesori Muharrem Blakçori, përkthimi i së cilës mbeti ndoshkrim. Me gjithë vullnetin dhe përkushtimin e madh këtyre kolozëve për të përkthyer Kur'anin në shqip, rrethonat historike në për cilët kaloi Shqipëria dhe shqiptarët nuk e lejuan konkretizimin e këtij misioni. Ky mision u bë realitet vetëm në 1985. Fal qarkut të ulemave të Kosovës, që aso kohë ishin përqendruar në Prishtinë, e cila në vitet 70-ta, përveç se qendër e rëndësishme administrative, ishte shndruar edhe në qendër të rëndësishme kulturore, arsimore e universitare, dhe njëherësh edhe në vatër të kulturës islame shqiptare. Kështu siç e çekëm më sipër, në 1985, Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës pati fatin e mirë dhe privilegjin e madh të përmbush një mision sa të rëndësishëm aq edhe sfidues, botimin e Kuranit përkthyer nga profesori ynë i nderuar Peti Mehdiu. Duke bërë gjuhën shqipe, gjuhë që njeh Kuranin, dhe duke u ofruar besimtarëve opinionin shqiptars fjalën e Zotit në gjuhën amtare. Por jo vetëm kaq, vetëm 3 vite më vonë, po në Prishtinë u votuan edhe 2 përkthime të tjera të Kuranit. Ai i Haxhi Sharif Efendi Ahmetit dhe i modernizmit të shquar Hasan Efendi Nahit. Përkthimi i Kuranit në shqip nuk është vetëm një arritje fetare, por edhe një ngjarje kulturore shpirtërore që forcon identitetin kombëtar. Sot kur shënojmë këtë përvjetor të shënuar me respekt e mirënjohje, kujtojmë, çmojmë e vlerësojmë brezat e dietarëve që vënë të mundur që fjala e Zotit të kumbojnë gjuhën shqipe. Ata o bën urë ndërmjet dritës së shpalljes dhe mendjes së kombit tonë. Le të jetë kjo akademi një kujtesë e gjallë dhe një ftesë e përhershme për të ruajtur studiuesit dhe për të përhapur trashëgiminë e tyre. Sepse Kurani në shqip nuk është vetëm dëshmi e besimit, por edhe një gur themel i vetdijes sonë kombëtare dhe shpirtërore. Ju falenderoj.